që është paguar për atë çështje. Nëse mund ndodhe e kundra, pra njëri që e njeh terrenin dhe di se të deportojë, do të ishte shumë më shqetësuese. E kam në këtë çast kolegen Joana, më njofton regjia në këtë çast nëse e kemi, shkojmë me njëherë. Në rregull. Sapo ta kemi gati do shkojmë me njëherë tek spitali për të patur një komunikim me Joanën. Ndërkohë, Fation, para se do ta kuptojmë situatën në terren, sepse kolegja po bëhet gati, janë çështje teknike që marrin kohën. Prokuror të SPAK në vendngjarje, ju e theksuat e prekët pak SPAK-un në këtë çast. Sa e rëndësishme është? Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme sepse themi është vrarë drejtësia sot apo jo? Po. Është vrarë në shtëpinë e tij, në krye detyrës, në vendin e punës. Dhe është vrarë me një qetësi, sepse personi e ka qelluar në distancë të afërt, e ka qelluar në një gjoks dhe ka arritur me humbje jetë në spital. Nuk kanë pasur mundësi as të jepet ndihmë dhe ta shpëtonin atë. Nuk e di, a ka pasur mundësi të jepet një ndihmë në ato momente në vendet e asaj, se duhet të jetë emergjenca, duhet të ketë edhe rastet e protokolleve, në rastet kur mund të jepet një ndihmë, që mund të ketë gjendje të fikti, gjendje emocionale, mund të ketë gjendje, siç është rasti i përdorimit të armës apo i goditjeve fizike, mund të kemi përdorimin e lëndëve të cilët janë dëmtuese që mund të përdoren nëpër gjykata e tjerë, dhe gjitha këto janë element të cilët duhet tetohen, si kanë funksionuar, pse kanë çeduar, ka funksionuar skani apo nuk ka funksionuar, a funksionojnë kamerat, e me radhë, si hyri brenda sallës gjyqit, mirë kaloi filtrin e sigurisë, pra të gjitha këto. Mendoni qetësinë që ka pasur autori dyshuar, sa i ka dhënë dhe armën roje sigurisë. Cila është roja sigurisë? Punojës policie, polici private, është i Ministrisë Drejtësisë apo është i Policisë Shtetit? Mbetë për të sqaruar. Kam Joana në këtë çast. Joana, të përshëndes edhe një herë të lutem me informacionin e fundit. Shtërhequr trupi nga spitali. Fakt Ermal, sapo kanë ardhur nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, ku kanë tërhequr edhe trupin e gjyqtarit Astrid Kalaja. Në fakt tani tashme do dërgohet në morg, ku edhe do i bëhet autopsia ligjore, ndërsa deri në këtë moment kemi pasur familjar dhe miq, por edhe kolegë, ish prokuror, gjyqtar, të cilët kanë vendosur të qëndrojnë në Spitalin e Traumës në Obor për të qëndruar në pranitë e familjes, po edhe për të shprehur ngushëllimet e tyre. Mirë, Joana, të falenderoj për këtë informacion të fundit, do të vijojmë të ndalemi sërish në këtë çështje për të diskutuar mbi dinamikën e ngjarjes, padyshim për të ngritur ato shqetësime që duan në fakt edhe sa i përket të situatës menaxheriale atje në aspektin e sigurisë, por mbi të gjitha edhe në aspektin njerëzor për përparsinë dhe çka duhet lënë në të vërtetë në fakt si prioritet dhe rëndësi aspektit juridik, sepse nëse nuk e kemi drejtësinë, atëherë ku pritet më që të shkohet me armë në institucionet Fationi më herët. Fation, ndalim edhe një herë tek vendngjarja. Me sa duket, ju e diskutuat pak dhe aspektin e ndërhyrjes së policisë. Pra nëse do të mund dhe shoqëror fatmirësisht nuk kemi të bëjmë me një rast të tillë, me një person i cili në fakt është me precedent penal, pra në kontekstin që e njeh mirë këtë territor, këtë terren, mund të ishte edhe më fatale. Apo jo, dhe ndërhyrja e policisë ishte thatë ju la për të dëshiruar. Patjetër mund të ishte fatale, ai ka qenë i ndërgjegjshëm për atë çka bër. Ai ka menduar që drejtësia është vetëm ajo që ai ka përdorur. Fakti i ka vajtur, ai ka pritur ndoshta atë rezultat të seancës dhe është dorëzuar. Pra ka ndaluar aty veprimi i tij agresiv. Nëse do kishte me një akt kriminal, ku personi do të kishte qëllime të tjera ndaj drejtësisë, ajo gjë do të bënte një rrezik real, sepse do të kishim jo vetëm të gjyqtarë, mund të kishim në rastet e një situate edhe gjyqtarë të tjerë, ose mund të drejtohesh arma dhe punojësve të policisë. Dhe ajo çfarë mbetet për të parë ndoshta në momentet të tjera kur mund të kemi pamje filmike, do të jetë çfarë veprimesh bën punojësi i policisë, çfarë veprime bën policët kur hyjnë në këtë institucion. Në momentin kanë marrë informacionin që ka ndodhur një vrasje apo një plagosje me armë zjarri brenda këtij institucioni. Çfarë veprimesh bëhen? Janë shumë të rëndësishme mënyra, protokolli, veprimet, sepse mund të rrezikojmë edhe forcat e policisë. Ndërkohë, meqense jemi në këtë situatë, mund ta sjellim disi në vëmendje protokollin, mënyrën se si duhet të reagojë policia, pse duhet të shkojnë në atë formë të paprgatitur, disi të çorientuar i pam edhe nëpërmjet videos. Nuk e di nëse keni mund ta shihni videon teksa policia futet në gjykatën e apelit. Pak e kam parë dhe nëse do ta ishte do ta interpretoja. Po, do të lutem regjista kemi në këtë çast dhe momentin e parë pamjen që ka të bëjë me ndërhyrjen e policisë, hapi i parë që shkon drejt spitalit, drejt gjykatës së apelit. Mirë, kjo është video në fakt që ka ardhur në këtë çast sa i takon tërheqjes së trupit, është video që mbërrin nga Spitali i Traumës, një tjetër kënd i cili tregon tërheqjen e trupit pra të gjyqtarit Astrid Kalaja. Në këtë çast është marrë edhe nga Instituti i Mjekësisë, sigurisht e theksoi edhe kolegja Joana Preja, sa i takon edhe një tërheqje totale nga ana e spitalit në pamundësi për të mbijetuar
plakëve të marra. Rigjet këtë çast në bëj gati edhe videon e parë ku duket policia me njëherë reagimi i parë i policisë e kemi patur teksa mbërrin në ambientin e gjykatës së apelit, teksa ka ndodhur ngjarja pra minutat e para për të parë edhe ekspertin në studio mënyrën se si policia është orientuar për të reaguar, duket një çorientim, mirë por këndvështrimi i ekspertit na vlej shumë në këtë çast. Ndërkohë Fatema që ne e bëjmë gati edhe videon sepse duhet edhe pak kohë regjisë që ta kemi gati. Ndërkohë çfarë pritet tani në vijim? Çfarë situate duhet, çfarë ndryshimi duhet sjellë kjo situatë? Jo vetëm në aspektin e sigurisë, por edhe në aspektin e qëndrimeve që mund të marrin ndoshta politika. Her pas here gjyqtarët janë dhe pres sulmeve të politikës, nuk e di nëse kjo mund të ndikojë apo jo, por krijon tek qytetarët ndoshta një opinion negativ për ta. Nëse. Shiko, pas reagimin edhe të presidentit të Republikës dhe të kryeministit të vendit, sigurisht do të shprehet kryetari i kuvendit dhe të gjithë institucionet. Pra do të shprehen gjithë për këtë gjë dhe do të kemi edhe solidaritet me gjyqtarët për të rritur masën e sigurisë. Personi do dënohet, mund të jepet maksimumi i dënimit, por pak rëndësi ka, nëse nuk reagojmë, që të themi duhet kontrollohen dhe si duhet jenë protokollet e sigurisë. Se në sa herë ka një ngjarje, mas një jave kam një ngjarje tjetër. Dhe po të njëjtën gjë. Për shembull, ne themi që si mund të hyj armën në burg, ishte rasti i Peqinit. Nuk shërbeu ky si akt, si moment për të thënë çfarë duhet bëjmë me institucionet e sigurisë. Për të ndërtuar alarmin, po. Pra nuk pati gjë. Ja, e kemi videon, nëse mund ta shihni këtë çast. Me kapele në dorë, me armë, me pistolet, ndër me tjerë mund të kenë dhe pra e urdhën. Qit pistoletën, me kapelen në një krah, nuk ka as antiplom, devion, futen brenda, kush i drejton operacionin, ndërkohë që duhet kemi rrethimin e një ambienti, mund të hyjë një skuadër apo disa veta, a ka brenda një persona të cilët mund të bëjnë veprimet e para. Nuk dihet, pra mund të ketë një person të dytë për shkak. Në momentin e para ishte e paqartë, nëse mund të kishte një person të dytë brenda. Po se ti se di situatën, kush informon për situatën? Ti mund të shkosh dhe mund të befasohesh. Pra shkojnë të gjithë atje dhe mund të ketë ai personi mund të qellojë dhe ndaj forcave të policisë. Tash marrim rastin më të mirë që ndodhi që ai dorëzoi armën, ja dha astit dhe personi ka ngritur duart dhe ai vun prangat. E morën, arrestuan, e çuan dhe do fillojnë ta dënojnë. Problemi është në raste të tilla, nëse ti nuk e di çfarë po ndodh dhe çfarë mund ndodhi me personin që ka kujdes, sepse deri në atë moment nuk ka pasur një informacion. Cili është personi që lloj, është me precedent, është pa precedent, është pjesë e një situate palë në këtë proces gjyqësor, apo janë persona të tjerë të cilët kanë depërtuar dhe po kryejnë një akt kriminal. Pra deri në këtë moment situata është e panjohur dhe pra kosa është e panjohur, duhet dim në raste të tilla çfarë veprimesh duhet bëjnë. Si veprohet në gjykatë, si veprohet në një institucion të rëndësisë veçantë e tjerë. Dhe ka ardhur koha, mendoj që duhet të rikthehet edhe një herë policia e shtetit për ruajtjen e objekte të rëndësisë veçantë. Flas ministrit, duhet të kenë protokoll. Institucionet, jo vetëm presidenti dhe kryeministri, sepse ato e kanë nga Garda e Republikës, pjesa tjetër niveli i sigurisë ka rënë. Pra që kosa kemi vajtur tek një kompani e cila ka kapital shtetror dhe kryesisht edhe një privat. Pra po e quajmë Ilirian Guard, e cila nuk e ka autoritetin dhe nuk e ka profesionalizmin e policisë shtetit. Dhe nëse duhet të arrisim këtë nivel sigurie, në këta institucione duhet të ketë forca të dubluara. Por shikoni, për shembull, institucionet në Itali. Kemi karabinierët, kemi policinë e shtetit, kemi edhe forcat e sigurisë. Pra ka 3 filtra në një institucion që të kontrollojnë. Dhe në moment që ti hyn, po themi në një element sigurie, pra kalon filtrin e parë, kalon filtrin e dytë dhe rojet e brendshme kontrollojnë me sy, nëse do të shkosh diku, kontrollojnë me sy, se ku do të shkosh, derisa ata shkëmben me njëri tjetrin. Mbahet në vëzhgim përveç kontrollit me sistemin e kamerave. Nëse kemi protokolle të tilla, nuk i japim hapësira çdo elementi që të kryejë veprime të tilla. Po për aq kosa në gjykatë hyet, dalin, marrin byreqe, hyn brenda, hajnë brenda, këta janë probleme shqetësuese, sepse është shumë e rëndësishme, qoftë dhe në shishin e ujit, nëse do ta marrësh, nëse unë s'ta kontrolloj çfarë është shisha e ujit. Edhe shishin e ujit do ta marrësh brenda, nuk mund ta marrësh nga jashtë, ta futesh brenda. Po do gjithmonë i vlefshëm këndvështrimi juaj dhe argumenti edhe për të qetësuar qytetarët që na ndjekin. Kështu që faleminderit shumë që ishit në studio. Mirë, ne do të shkëputemi me një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish në studio vetëm pas pak. Mos u largoni nga Reporteri.